Banorët e Rriollit e kanë zhvendosur protestën e tyre përpara ambienteve të prokurorisë së posaçme ku me pankarta në duar kanë kërkuar që ky institucion të mbrojë pronat e tyre. Në shenjë revolte, protestuesit kanë goditur me vezë godinën e SPAK, ndërsa mbajnë banera me dokumentet e pronësisë që disponojnë. Prej më shumë se një muaji, banorët e Rriollit në Shkodër kërkojnë një zgjidhje ligjore sa i përket përplasjeve të vazhdueshme me biznesmenin Bashkim Ulaj, i cili ka nisur ndërtimin e resortit turistik në një perimetër që protestuesit e konsiderojnë si pronën e tyre. Përgjatë protestave nuk kanë munguar as episodet e dhunës ku shpesh banorët janë përplasur me rojet private të kantierëve të ndërtimit, por edhe me vetë policinë. Të gjendur në këtë situatë, banorët e Rriollit kanë depozituar 3 kallëzime në SPAK. Ne kërkojmë që të bllokohet punimet deri në momentin që të zbardhet e vërteta. Cila është e vërteta? Ne nuk po kërkojmë asgjë më zotni. Ne po kërkojmë vetëm vërtetën dhe të vërtetën. Nëse ai ka dokumentat e vërtet, le ta vazhdoj, le ta gëzoj. Nëse toka del që është e jona, le ta gëzojmë ne trashëgimtarët e asaj toke. Nga kush prisni ta provojë këtë? Unë nuk kam asnjë shpresë nga prokuroria rreth gjyqësor Shkodër se kemi një vit që ne po protestojmë, kemi një vit që kemi bën edhe kallëzimin në prokurorinë e SPAK-ut dhe SPAK-u për mos kompetencë ja dërgoi prokurorisë Shkodrës dhe po presim tash një vit dhe nuk kemi marrë as edhe një lloj përgjigje. Duke parë situatën se çdo ditë më shumë situata po shkon drejt gjakderdhjes, po ta them me plot gojën gjak dhe kjo prokuroria rreth gjyqësor Shkodër nuk ka marrë asnjë masë dhe nuk ka marrë asnjë veprim për sa i përket asaj që ne kemi bërë kallëzimin